çfarë mund të bëjmë për të parandaluar nëse ne shikojmë ose vërejmë që situata po shkon drejt një meltdowni? Atëherë, pa diskutim që në çfarë varet edhe nga situata. Nga situata, po, në çfarë do lloj sjellje të papërshtatshme, sjellje problem, sjellje sfiduese që ne ndeshemi, pa diskutim që neve rekomandojmë analizën e sjelljes. Pra unë e përmenda pak më përpara që ne kemi një formë sjellore, kemi dhe një funksion të kësaj sjelljeje. Formën e shikojmë, sepse e shikojmë direkt. Pra, forma është vëzhgim që ne i bëjmë sjelljes, pra me të qarta, përditura, mund të jetë edhe goditje të vetes, domethënë goditje të tjetrit. Edhe sjellje që janë goxha të rrezikshme. Po, goxha të rrezikshme, hedhje të objekteve që mundet të rezultojë rrezikshme për personat që janë afër fëmijës, të vegjël ose të rritur. Por ajo që unë edhe theksova pak më përpara, e rëndësishme është të vihet theksit e funksioni.